Nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, desha të jem këtu sot, Linda Rama në homazhet për baban e Thaçit. Bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama, mori pjesë në homazhet në nder të Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Ajo mori pjesë në ceremoninë mortore së bashku me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ministrin Tauland Balla, ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj dhe ish-kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Gramos Ruçi. Erdha këtu për t'i dhënë lam të mirën Bacës Haxhi, me respektin më të thellë për këtë familje të njësuar me historinë e Kosovës, falnjërit prej djemve të tij Hashimit, por edhe të vëllazëruar me familjen time përmes Hashimit. Kjo është një ditë e trishtuar dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me ty, Nana Hyr. Jo në këmbë të Edit, por në radhë të parë sepse di mirë çfarë do të thotë jesh prind i një politikani dhe posaçërisht nëna e një politikani. E kam përjetuar pranë nënës së Edit dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë dy burra, e di dhe më mirë se çfarë do të thotë jesh bashkëshortja e një politikani, aq më tepër një udhëheqësi, aty ku fryjnë dhe nuk pushojnë një çast të gjitha erat, e përjetoj çdo ditë. Por çka nuk di dot fare në këtë ditë kaq të trishtuar, është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushk në dorë duke luftuar nëpër male, apo rob të atë dhe dashurisë së vet diku larg në një vend pa qiell, dhe për askush nuk e di se sa kohë duhet jetë një ankth i pambarimt. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, por desha të jem këtu sot pranë nënës dhe gruas së Hashimit, nënës dhe bashkëshortes së komandantit, siç i thërisnim gjithmonë edhe ne në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje të dhimbshme duhet të vijojë të jetë larg në luftë. Nuk besoj se një mungesë mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rrezaton shumë për te këtyre mureve si një këmban kujtes për dhimbjet e 10 mijëra prindërve grave të kësaj toke, por edhe për sakrificën e krejt popullit Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Qofti lehtë dhe u Bac Haxhi, tha Linda Rama.